Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Çaji i kamomilit është i mirë për të gjithë, por ky gabim që bëni mund t'ju kushtojë jetën. Kamomili konsiderohet një pimë e sigurt dhe është përdorur në shumë kultura për shërimin e sëmundjeve të lidhura me stomakun, si edhe një sedativ i lehtë. Disa studime kanë treguar se kamomili, i kombinuar edhe me bimë të tjera, ka përfitime të mëdha shëndetësore. Një produkt i përgatitur me kamomil dhe me ilaçe të tjera bimore ka rezultuar i mirë për lehtësimin e dhimbjeve të stomakut, ulçërës, të përzierjave dhe të villave. Një tjetër përzierje me kamomil duket se ndihmon bebet që vuajnë nga dhimbjet e barkut. Një shpëlarës goje me kamomil mund të trajtojë plagët në gojë të shkaktuar nga trajtimet për sëmundje të këqija. Disa studimet sugjerojnë se kamomili mund të ndihmojë edhe me gjendje të tjera si për shembull diarrea tek fëmijët, hemoroidet, ankthi dhe pagjumësia. Kur përdoret në lëkurë, kamomili mund të ndihmojë me acarimin e lëkurës dhe shërimin e plagëve. Disa studime kanë dokumentuar se mund të jetë po aq efikase sa kremi me hidrokortizon për ekzemën. Sa kamomil duhet të merrni? Nuk ka ndonjë dozë standarde të kamomilit. Studimet kanë përdorur rreth 400 deri në 1600 mg çdo ditë në formën e kapsulës. Forma më e zakonshme është çaji. Ka shumë njerëz të cilët konsumojnë 1 deri në 2 filxhan çdo ditë. Për të përgatitur kamomilin, tretni lule kamomili në ujë të ngrohtë për 10 deri në 15 minuta, ose bustina e çajit me kamomil. Pastaj konsumojeni kur të ftohet pak. A mund ta merrni kamomilin në mënyrë natyrale nga ushqimet? Lulet e kamomilit janë një përbërës i zakonshëm tek çajrat. Ato përdoren gjithashtu edhe si aromatizues tek ushqimet dhe tek pijet e tjera. Mirë po, çfarë duhet të dini për çajin e kamomilit? Kamomili është një lloj lule e cila thahet dhe përdoret si një çaj bimor. Ai është përdorur prej shekuj që nga Egjipti. Është disi e ngjashme me një lule margarit, pasi që të dyja janë pjesë të njëjtës familje. Çaji i kamomilit ka një aromë të butë lulesh dhe është lehtësisht i disponueshëm në shumë dyqane ushqimore. Këto janë përfitimet shëndetësore të çajit të kamomilit. Ju ndihmon të flini mirë. Një nga përfitimet e njohura të kamomilit janë efektet e tij pozitive për gjumin. Por çfarë thot studimi? Një analizë zbuloi se kamomili në fakt përmirëson cilësinë e gjumit dhe çrregullimin e ankthit. Cilësia e dobët të gjumit mund të rrisë ankthin dhe rrezikun depresiv, kështu që çaji i kamomilit nxit cilësinë më të mirë të gjumit. Mund të ketë efekte afatgjata në mirëqenien mendore. Mund edhe të përmirësojë komplikimet shëndetësore të lidhura me sëmundjet e këqija. Mund të përmirësojë shëndetin e tretjes. Një nga efektet më të zakonshme të kamomilit është përmirësimi i shëndetit gastrointestinal. Kamomili qetëson simptomat e sëmundjes së refluksit gastroezofageal dhe zvogëlon inflamacionin sipas mjekësisë integrative. Mund të zvogëlojë komplikimet shëndetësore të lidhura me diabetin. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, diabeti ju vë gjithashtu në rrezik të lartë për komplikime të njohura mjekësore si humbja e shikimit, sëmundjet e zemrës dhe sëmundjet kronike të veshkave.
Pjesërisht për shkak të efekteve antioksiduese, çaji i kamomilit mund të ndihmojë edhe me ndërlikime shëndetësore të cilat janë të lidhura pikërisht me diabetin. Sipas një analize, kamomili ndihmon në uljen e stresit oksidativ dhe të komplikacioneve renale dhe në kontrollin e glicemisë për pacientët me diabet. Kamomili është i pasur me komponime fenolike, substanca bimore me efekte antioksiduese dhe sipas një studimi të vitit 2022, është treguar se këto komponime mund të funksionojnë si një opsion trajtimi bimor për diabetin. Përmirëson gjithashtu shëndetin e zemrës. Një përfitim tjetër i kamomilit është edhe përmirësimi i profileve të lipideve. Kolesteroli i lartë është gjithashtu një faktor rreziku për sëmundjet e zemrës, kështu që çaji i kamomilit mund të përmirësojë shëndetin e zemrës si rezultat. Përmirëson gjithashtu simptomat e depresionit. Siç ne e përmendëm, kamomili mundet që të përmirësojë edhe simptomat e depresionit. Ndikimi i kamomilit në shëndetin ton është pozitiv edhe në cilësinë e gjumit, duke qenë se ai mundet që të zvogëlojë rrezikun nga depresioni. Pra, cilësia e dobët e gjumit lidhet pikërisht me depresionin. Për më tepër, pirja e çajit të kamomilit përmirëson gjithashtu edhe cilësinë tuaj të gjumit dhe depresionit tek gratë, sidomos pas lindjes. Por studiuesit gjithashtu besojnë se përfitimet janë të përkohshme dhe jo afatgjata. Kamomili lehtëson edhe simptomat menstruale. Askujt nuk i pëlqen të përballet me ngërçe dhe me humor të ulët në ditët para menstruacioneve. Për fat të mirë, kamomili mundet që të ndihmojë. Kamomili është një trajtim tepër efektiv bimor për sindromën premenstruale. Është një kombinim i ndryshimeve fizike dhe emocionale, të cilin e përjetojnë gratë para menstruacioneve dhe gjatë tyre, për shkak të vetive të tij antiinflamatore, antispazmatike, qetësuese dhe anti-ankth. Kamomili mbetet një nga alternativat më të mira për të trajtuar këto probleme. Sa kohë para gjumit duhet të pini çajin e kamomilit për të fjetur më mirë. Shumë njerëz rekomandojnë pirjen e çajit të kamomilit 30 deri në 45 minuta përpara se ju të shkoni për të fjetur, për të marrë të gjitha këto përfitime. Megjithatë, nuk ka studime të mjaftueshme për t'i dhënë rekomandime specifike se kur dhe sa shpesh duhet që ju të pini çaj kamomili, pasi përfitimet e tij janë gjithsesi të shumta. Përveç relaksimit, çaji i kamomilit mund të funksionojë edhe si një terapi për çështje të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë këtu diabetin, kolesterolin e lartë dhe njëkohësisht depresionin. Nëse keni alergji ose jeni duke marrë medikamente të caktuara, mund edhe të shmangni kamomilin. Gjithashtu, çaji i kamomilit ruan shëndetin e kockave. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonolët dhe kamomili ndihmojnë kockat tuaja që të riparohen. Gjithashtu, kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë të cilat janë të ekspozuara ndaj osteoporozës në menopauzë dhe reduktimit të estrogjenit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe
Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.